Alba Story prezanton. Jam një vajzë 21 vjeçe e jetoj akoma në fshat. Kemi një shtëpi të madhe me 2 kate dhe një obor jashtëzakonisht të gjerë. Edhe familja jon është e madhe dhe si në shumë shtëpi fshati ne jetojmë të gjithë bashk. Çdo darkë mblidhemi në tavolinë të madhe, unë me babain tim, me nënën dhe xhaxha im që jeton në katin e parë me ne. Babai im është një njeri shumë punëtor. Ai punon si roje nate në një fabrik jo shumë larg fshatit ton. Puna e tij dhe orari bën që ai të dalë nga shtëpia çdo darkë në orën 8 e të kthehet të nesërmen në mëngjes. Kjo do të thotë që shtëpia jon mbetet në heshtje të plot dhe të gjithë tërhiqen në dhomat e tyre shumë herët. Në pjesën e pasme të oborrit ne kemi një godinë të vjetër prej guri. Dikur përdorej për bagetit, por tani e përdorim vetëm si magaz për të mbajtur drut e dimrit. Kemi dhe fuqit brenda dhe veglat e punës. Një të marte, koha kishte filluar të ftohej shumë. Unë isha në dhomën time në katin e dytë. Drita ishte e fikur dhe nuk po me zinte gjumi. Unë ngrita dhe dola tek dritarja për të parë jashtë. Dritarja dhomësime ka pamje direkt nga pjesa e pasme e oborrit dhe nga ajo godina e vjetër e gurit. Teksa shikoja jashtë, pash dike që po este ana shmurit të shtëpisë. U përqendrova pak më mirë dhe e njoha me njëherë. Ishte nëna ime. Ajo kishte hedhur një shall të trash mbi supe e po este me shumë kujdes. Nëna nuk po shkelte mbi rrugicën me zhavor që të mos bënte asnjë zhurmë, por este vetëm mbi bar. U çudita jashtëzakonisht shumë. E pash teksa kaloi mes pemëve, e shkoi direkt tek dera e drurit e magazës. E hapi shumë ngadalë, e u fut brenda duke shikuar mbrapa mos po shihte kush. Nuk po e kuptoja çfarë kërkonte nëna ime atje në atë orë të vonë, por mendova se ndoshta kishte shkuar për të marrë disa dru. Por kaluan vetëm 2 minuta e ajo nuk po dilte. E në atë moment pash derën e katit e parë të shtëpisë që u hap prap. Aty doli një burr. E kur unë hapa syt, pash që ishte xhaxha im, vëllau i babait. E ai qëndroi një moment në vend. Shikoi majtas së djathtas për t'u siguruar që në obor nuk ishte askush që ta shihte. E pastaj u nis në të njëjtin drejtim ku shkoi dhe nëna. Edhe xhaxha im eci mbi bar në heshtje të plot dhe u fut brenda tek godina prej guri. Mua me kapen emocionet e nuk po dija çfarë të mendoja. Dija vetëm që diçka nuk ishte as pak në rregull. Pse nëna dhe xhaxha im po futen fshehurazi në atë godinë të errët në mes të natës. Nuk mund të rria në dhomë pa e zbuluar
se çfarë po ndodhte. Vesha xhupin, mbatha atletët shpejt e shpejt dhe hapa derën. Zbrita shkallët e shtëpisë me shumë ngadalë që të mos bëja asnjë zhurmë nëpër korridore në drasat e drurit. Dola jashtë në obor, eca në të njëjtën rrugë që bën ata, duke shkelur vetëm mbi barin e lagësht. Kur ju ofrova godines prej guri, pash që dera e madhe e vjetër nuk ishte e mbyllur plotësisht. Drita e jashtme e shtëpisë e drita e hënës hynte edhe nga një dritare e vogël e asaj godine e krijonte pak ndriçim brenda. Unë u fsheha pas murit të jashtëm shumë afër derës dhe fillova të dëgjoja. Ata po flisin me zë të ulët, sa që mezi i merrja vesh. Mendova se nuk do të vije, i tha Xhaxhai. Nuk duhet që të vija, ja ktheu nëna ime. Kjo që po bëjmë e shumë e rrezikshme. Nëse dikush na sheh, merr fund gjithçka për ne. Pse me rakosej, i thoshte ai, e kush do na shoh këtu? Të gjithë janë e gjumë në shtëpi, e ai nuk është këtu sonte, është në punë. Unë qëndroja e ngrirë pas derës së jashtme. Kisha shumë pyetje në mendje. Prej sa kohësh po ndodhte kjo gjë mes tyre. Fjalët që po dëgjoja po më tregonin qartë se ky nuk ishte një takim i rastësishëm. Javët po kalojnë e unë nuk e duroj dot me këtë situatë. Vazhdoj t'i thoshte Xhaxhai im aty brenda. Jam lodhur duke u sjell sikur nuk kemi asgjë, kur jemi të gjithë bashk në atë tavolinë për darkë, i thoshte Xhaxhai nënës sime. A jeni trezi, e çfarë pret të bëjmë? I tha nëna ime. A do që të dalim hapur? E di shumë mirë se çfarë ndodh, nëse kjo gjë merret vesh, e burrim punon gjithë natën si roje, e mundohet për këtë shtëpi, e ne po fshehemi këtu pas krahëve të tij. Mua më vret ndërgjegja çdo ditë që kalon, i thoshte ajo. Nga e çara derës, pash Xhaxhain që bëri një hap përpara drejt saj, e nëna ime bëri ca hapa pas, derisa shpina e saj u mbështet pastive së druve të dimrit. Mos me fol për ndërgjegje tani, i tha Xhaxhai duke i qëndruar shumë afër saj. Ne e kemi nisur këtë gjë dhe nuk e mbyllim dot kaq lehtë, e nuk mund të bëj sikur nuk ndjej asgjë për ty, i thoshte Xhaxhai nënës. Nëna ime u mundua t'i thoshte diçka tjetër, sikur donte të kundërshtonte fjalët e tij, por Xhaxhai nuk priti më. Ju ofrua plotësisht, e kapi nga krahët, e filloi ta puthte në buzë. Nëna ime qëndronte pa lëvizur, pastaj u dorëzua dhe e pranoi puthjen e tij aty në errësirë mes druve, e filloi ta puthte edhe ajo Xhaxhain. Gjërsa ato po putheshin për disa minuta, nëna u ul nga siva e druve. E ai, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.